Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kënda uzon Allahu azza wa jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë. S'ka kush që humb, dhe kënda Allahu subhanahu wa ta'ala la humb me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit, faqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata që kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu më të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, sot me lejen e Allahut të madhëruar kena me trajtu një temë të cilit është një temë që e ndërgjegjëson jetën e njeriut, sidomos të besimtarit. Kjo temë të cilën do ta trajtoj sot me lejen e Zotit të madhëruar është frika ndaj Allahut dhe çfarë nënkupton ajo. El khauf, el khashya është cilësia kryesore që jep zemrës jetë, që e drejton moralin e njeriut dhe që e ruan shpirtin dhe e pastron jetën e besimtarit. Pra frika ndaj Allahut, rezultati i frikës ndaj Allahut të madhëruar i bën këto të mira për besimtarin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Për atë të cilën e ka frikë Zotin e tij ka dy xhenete. Ibn Kathir rahimahullah thot: frika që e ruan njeriu në vetmi është prej shkallëve më të larta të imanit. Ndërsa Kurtubi thot fjala maqam është pozita Allahut të madhëruar si gjykatës. Kush e frikson këtë moment, Allahu i madhëruar e shpërblen me qetësi dhe me siguri në ditën e gjykimit. Gjithashtu frika në këtë ajet nënkupton që është e shoqëruar me dashurinë e Allahut të madhëruar. Pra ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu i madhëruar i shpërblen me dy xhenete. Pastaj Allahu i madhëruar thot: "Fala takhafuhum wa khafuni." Thot mos ju friksoni atyre, po friksohuni prej meje. Taberiu në tefsirin e tij thot: besimtari që friksohet nga krijesat e ka të davët tauhidin, njëshmërinë apo mbështetjen në Allahun e madhëruar. Dërsa Shankiti thot ky ajet është themeli i edukimit për muslimanin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa yuhadhirukumullahu nafsa." Allahu ju paralajmëron për vetveten e vet. Kurtubiu rahimahullah thot ky ajet është ajeti apo paralajmërimi më i ashpër në gjithë Kur'anin. Ndërsa Ibn Kathiri Allah më shërof thot paralajmërimi në këtë ajet është shpreja më e fortë për madhështinë e Zotit madhëruar. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Thot ata të cilët vërtet apo frikën më së shumti të cilët ja kanë Allahut janë dietarët. Janë ata të cilët e njohin më shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Ibn Qayyim rahimahullah thot frika ndaj Allahut është frika më fisnike. Dërsa Ibn Abbas rahimahullah thot kush e njeh Allahun më shumë i friksohet atij. Gjithashtu njëri prej selefëve thot dija pa frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është di e mangët. Pra njeriu sa më shumë që ka dituri rreth Allahut subhanahu wa ta'ala dhe rreth fesë së tij, atëherë normalisht duhet të shoqërohet edhe me frikë. Ndërsa nëse shoqërohet vetëm dija, mirë po frika mungon, atëherë kjo dija është e mangët. Pastaj Mujahidi thot frika është shtylla që e mban besimin e njeriut. Ndërsa Imam Ibn Jariri rahimahullah thot nuk ka iman të plot ai njeri i cili nuk ka frikë të sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu transmetohet në disa hadithe ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Ataqillaha haythu ma kunta." Ki frikë Allahun
kudo që të jesh. Pro frika ndaj Allahut subhanahu wa taala duhet të na përcjell tërë jetën tonë. Kudo që të jemi ne, duhet ta kemi frikë atë. Duhet ta kemi frikë që të mos të bijmë në gjunohe, që mos të shkelim dispozitat e Zotit, që ta kemi frikë Allahut subhanahu wa taala, jo frikë fobie, por frikë respekti dhe frikë që mos të bijmë në grackat e shejtanit apo epshit ton dhe mos të lajthisim nga rruga e vërtetë që t'i bojmë pasojat në ditën e gjykimit. Andaj kjo është frikë e ndërgjegjësimit, është frikë e sinqertë, është frikë e pastër, është frikë e cila nuk e mundon zemrën dhe mendjen e njeriu. Asesi, mirë po e ndërgjegjëson atë, e fuqizon atë, e bën që njeriu të jetë më i përgatitur në jetën e kësaj bote dhe ta marrë me përgjegjësi më të lartë. Dhe nuk e merr këtë jetë vetëm që ta kaloj apo ta humb kohën, mirë po është i vetëdijshëm për çdo moment të cilën e kalon në jetën e kësaj bote. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot, po ta dinit atë që diun, do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Allahu subhanahu wa taala ja ka zbulu disa fshehtësi, të cilat njerëzit e thjesht nuk i dinë. Pejgamberi alayhis salam i ka po edhe banorët e xhehenemit, i ka po edhe banorët e xhennetit. Dhe e din pejgamberi alayhis salam se kush do të jetë prej banorëve të xhennetit, se kanë e ka përgëzuar Allahu i lartësuar në xhennet, dhe e din edhe dënimin e banorëve të xhehenemit, Allahu na ruaj. Pastaj Ibn Taymija rahimullah thot, nuk është frikë e sinqertë ndaj Allahut pa dashuri të sinqertë. Ato dyja thot ecin së bashku. Pra frika ndaj Allahut është e bashkëdhësuar me dashurinë ndaj Allahut. Njeriu aq më shumë e do Allahun, aq më shumë e ka frikë Allahun, sepse dashuria ndaj tij e bën që mos ta humbas krijuesin e gjithësisë në jetën e tij. Dhe e ka frikë Allahun subhanahu wa taala që mos t'i shkel dispozitat e tij. Andaj këto dyja ecin së bashku. Gjithashtu Imam Ibn Qayyim rahimahullah thot, zemra u thon drejt Allahut mes dy krahëve. Ai në njërin krah ka shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, në krahin tjetër e ka frikën ndaj Allahut të madhëruar. E këto dyja e çojnë drejt Allahut subhanahu wa taala, dhe me lejen e Allahut të madhëruar, nëse i përmbahet këto dyja, ka me dal i suksesshëm në ditën e gjykimit dhe ka me hi në xhennetin e Allahut dhe do të ruan Allahu subhanahu wa taala nga zjarri i xhehenemit. Hasan el-Basri rahimullah thot, frika Allahut e shoqëron njeriu besimtarin deri tek dera e gjunohut dhe aty e kthen prapa. Pra njeriu gjatë rrugtimit të tij ballafaqohet me gjunohe. Dhe ka mundësi që ndonjëherë edhe ti servohen gjunohet shumë lehtë. Mirë po frika ndaj Allahut e ngreh mbrapa dhe thot, unë kam frikë Allahun subhanahu wa taala. Sufjan ath-Thauri thot, frika ndaj Allahut të madhëruar është mbreti i zemrës. Pra aja është fortifikat, e të cilit nuk e lën njeriu që ti pasoj epshet e tij, që të i shkel dispozitat e Allahut, që ta madhëroj Allahun e madhëruar në mënyrën më të mirë. Frika ndaj Allahut të madhëruar e bën njeriu më të përgjithshëm edhe ndaj farzave të Allahut, dhe në këtë mënyrë është mbreti i zemrës. Gjithashtu Sheikh Ibn Uthejmini rahimahullah thot, frika e shëndosh ndaj krijuesit, ndaj Allahut të madhëruar nuk të lë pasive, për të qenë drejt veprave të mira. Pra është frikë e të cilët të rigjallëron dhe që të bën që të kthehesh tek Allahu i madhëruar dhe të kryesh vepra të mira. Gjithashtu një prej selefëve thot, frika ndaj Allahut është frikë dije, është frikë edukate, urtësie dhe është forcë morale. Gjithashtu si përmbyllje, si nënkuptohet frika në Islam. Frika në Islam nënkuptohet si vetëdije e vazhdueshme që Allahu i madhëruar po të sheh. Po ti në çdo moment, në çdo vepër të cilën ti e bën, e di që Allahu i madhëruar është të bërë. Dhe e di që Allahu subhanahu wa taala është i gjithë informuar për atë të cilën na e bëjmë. E kjo është vetëdije e vazhdueshme që Allahu subhanahu wa taala është me gjithë diturinë e tij kudo. Pastaj është frikë e të cilët të pengon nga gjunohu.
që jetën tënde ta sistemon në mënyrën më të mirë. Kjo është frika ndaj Allahut. Është frikë që të shtyn ndaj veprave të mira dhe jo drejt dëshpërimit asesi. Dhe kjo është me rëndësi që është frikë me dashuri. Sepse frika me urrëtie është frika ndaj tiranëve, ndaj zullumçarëve, ndaj atyre të cilët të bëjnë padrejtësi. E frika ndaj Allahut të madhëruar është frikë dashurie, sepse te e di se Allahu i madhëruar është i drejtë, nuk i bën padrejtësi robët vet. Allah ja ka bë haram padrejtësinë vetvetes dhe ja ka bë atë haram mes neve. Andaj Allahu subhanahu wa taala është i drejtë. E frika ndaj Allahut të edukon dhe asesi nuk është frikë që të lëndon. Lutja Allahun e madhëruar që të na pajis me frikë respekt ndaj tij, që na çon drejt udhëzimit të tij dhe që na ruan nga gabimet tona. O Allah i madhëruar, dritëso zemrat tona me të vërtetën, na i forco bindjen tonë, besimin tonë dhe mos na lër asnjë çast që ne të përshtetemi në forcat tona. O Allah i madhëruar, na jep frikë ndaj teje në fshatësi dhe në publik dhe na bëj prej robëve të devotshëm. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.